E ke marrë vesh që do ta heqin fare? E ka marrë vesh shumë mirë, po si të jetë, si mos jetë këtu, unë kam 30 vjet me dokumenta këtu, nuk po më zgjidhin, është e kotë. Po tani që do ikin fare? Po, njësoj, si atje dhe atje, edhe kjo është mos po më zgjidhin, kam 30 vjet. AV0, kam bërë 3 milion lek vetëm AV0. Po të tjera? Ikën dot në Tiranë tani, ikën dot Po, në Tiranë. shiki, as Tiranë, ne po vdesim Vlorë, jo në Tiranë. E keni marrë vesh që do ta heqin hipotekën? Ne kemi marrë vesh informacionin në datën një ikën në Tiranë, po neve këtu ditë për ditë kemi marrë një informacion nga këta. Po tani që do ikin Tiranë fare? Tani do shkajtohet më çdo krah. Si do bëjmë? Nuk e di. Unë kam një ndërtim me letë, rregull me të gjitha, më ka ardhur një informacion, kërkohet një RN. Unë nuk di çfarë është kjo RN-ja, është për të paguara, është për të postuara. Po tani që do ikin fare, do ikin Tiranë, si do bësh? Të ngrihen këta, çfarë do bëjmë neve? Jeni kundra? Po kundra jemi, se jemi kundra. Ku kemi ne jemi gjithë moshatar në Vlorë. Ku kemi ne fuqit vemi në Tiranë. Do dhe parajnë. Tani është vendosur që do ikin në Tiranë këta zyra. Po, kjo është barë për neve, për Vlorën. Neve kemi, po vemi në 10 vjetë dhe 15 vjetë me dokumenta këtu në lartë e poshtë. Ta shkretuan Vlorën. Edhe nuk na përfil njeri fare, e që vime edhe këtu, edhe këta që rinë këtu ore, nuk na shërbejnë, po fare. Je kundra largimit? Kundra deri në një, bëhet këtu e vlatë, të paktën edhe këtu që rrim neve, edhe këtu s'marrë informacione, ta di që këta, se janë 100 veta aty i punojnë, edhe neve nuk na përfraksion asë njeri, as zgjidhëm asë njeri. Po tani që do ikin Tiranë? Na që dohet e nëzirë fare, skëterë. Pandaj neve po vim këtu për të marrë ato qika shtëpi, kemi atë pronë, kemi atje, se do vdesëm, ku du alëm? Ku du alëm o vla? Se do ilëm prangë fëmivet. Se thot edhe fëmija, vore, ka që vjeta, s'kem bërë një dokument për shtëpi, turp, dhunë i matë. Ne jemi për talë atje në gjatë e orë, në rimë kotë të ore. Lokojmë atje të shëshë flamurit, dhe jemi atje. Po kam paguar, kam bajtu pensionin qika, kam paguar ato faturat, taksat. Po bëne taksat, faturat që bëja ato aplikimet. Në 102.000 kam paguar. I ke mundësi të ishtë Tiranë tani? Ka mundësi, unë zedhe do të në fjerë këtë, jam i smurë, me zëmër. Lezet i fare Tiranën nga bje, që s'kam dalë tutje, po. Ne kur zgjedhën problem këtu, nuk do zgjedhën Tirana, kush na pjot në Tiranëve? Vën 23 vjeç në 2003, s'ka marrë akoma hipotekën. Tallën se thonë ata janë 4 pronar. Ka paguar lekë. Certifikata është bllokuar për arsye se janë 4 pronar. Ka dalë 4 pronar në një tak. Pra duhet të gjejnë Shko, do ta zgjidhi pronari, ka marrë lekët. Sa vjet keni që po prisni për certifikatën? Që në 2003 kam dhënë lekët. Pra, dhe nuk i keni zgjidhur akoma në Vlorë. Akoma. Nëse shkon në Tiranë kadastra? Ai më thotë mua hidh me gjyq, ta hedhun në gjyq. Kishte edhe në gjyq kam dhënë lekët. Atë drejtë ka pronari. Nëse kadastra shkon në Tiranë, ju mendoni se mund të zgjidhni problemin tuaj apo do jetë akoma më e vështirë? Ajo është më e vështirë këtu, jo më të vështirë në Tiranë. Sepse bie që ju duhet të mbisni kohën, të veni, të bëni aplikime, të cilat arrini t'i bëni dot online? Jo, unë edhe mund t'i bëj, po një mosh me ty nuk i bën dot. E që të vesh në Tiranë do dhe gjepi. Çfarë kërkon ti nga shteti, me qenë se... Nga shteti unë kërkoj që ato tokë shiko se s'ka faj, se s'jam vetëm unë, janë shtoj familje që kam ble hyrje. Akoma s'kem marrë hipotekën. 20 e sa vjetë. Ku ndodhet pallati?
Mu të Alpet, në Transballkanike, mu rrugë kryesore. Tani, të bëj që a dojë Sullosheu, mori lek Sullosheu. Ka marrë janë 70 familje që ka marrë lek të atje. Talë dhe vajta unë njëra i më tha, i hidë morë në gjyqë. Kam lekun të jetë në gjyqë, po më leva yrjen. S'kam lek të jetë në gjyqë. Pra, për ju bëhet me vështirë akoma. Në qoftë se ikën Tiranë. Në qoftë se ikën Tiranë. E kuptoj. Dakor. Nuk zgjidhet as një gjë, shiko, nuk të shtet. Nuk keni besim të shteti? Nuk kam. Pse? Nuk zgjidhet as një gjë. Pra, të themi punojësit mund të kemë vullnet të ndihmojnë, por shteti është ai që ndalon kryerjen e veprimeve që na gjyqi. Që nga gjyqi edhe në gjyq. Edhe kudo që të vesh. Ha buka i që ka xhepin plot me lek, ai që s'ka. Oh, faleminderit. Faleminderit. Jeni dakord që kadastri i Vlorës të spostohet drejt Tiranës? Përshëndetje radhë pranjer. Sapo e mora vesh të që ikin e kësaj kadastri nga Vlora, kjo është një çmenduri. Nga Vlora ka ikur shumë. Dhe gjykata e apelit, e çaja të tjera zyra domethënë në fier që ndodhen të gjitha në jashtë Vlore, kjo është skandaloze në Vlorën. Vlora është për një turp i madh. Vlora kadastra, imagjino që janë ndërruar drejtorat ka 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj më i madhi. 6 muaj më i madhi. Sepse dikush në lart nga Tirana, që dikush është një gjati, shoku Rama, jep urdhër për kë do firmosi për pallate, kë nuk do firmosi. E kupton, këto janë që ndodhin në Vlorë. Dhe se mban përgjegjësinë asnjë drejtor dhe ikin të gjitha puna, bëjnë dorëqe. Pse? Se s'do të bëjnë në burg. Sepse Rama kështu i do, të fusin në burg, siç ka futur, si kemi dëgjuar. Sipas juve, postimi i kadastrit Është skandaloze, po. Patjetër, është politik. Domethënë këtë i bën Rama të gjitha. Rama ka bërë, ka ardhur fundi Shqipërisë, gjithë Vlorave ka mbaruar, është bërë paçavure, po të shikosh Vlorën, shqyer 14 dana në rrugët. Institucionet janë për i bretë zotit, orë skandaloze, orë kjo Bruna ku e di unë, si e mori këtë detyrë, e kupton, zota kjo pa kopaqet atyre të parve, si drejtuese kjo është, sepse e njohim, aty ku ka qenë në spital, ka punuar shumë mirë, e kupton, është doktoreshe mirë, po kjo nuk ka çapën për Vlorën. Dhe të gjithë që kalon Rama Vlorën, është gjuna, i bie kopaqet asaj gruaje. Zoti do të ndihmojë jo Vlorën, po gjithë Shqipërinë. Shqipërinë e ka marrë lumi, si thoshte kënga. E kupton, Shqipërinë e ka marrë lumi. Ju jeni të aftë të kryeni veprimet online? Jo. Nëse kadastra spostohet? Po s'ka, si mund të... E keni kohën të shkoni në Tiranë nëse duhet? Mirë unë një djalë, jam i ri, mund ta bëj atë, do gjë një shok, të më ashtu, po më shatarët, që i kanë fëmijë jashtë. Ku mund të vënë, në çka kadastër do vënë? Ku mund të vënë në Tiranë? Ku mund të vënë në Lushnjë? Ku mund të vënë në Fier? Në çdo territori që kanë ikur në Vlora. Por e Vlorën, unë po ta them troçë vëlla. Vlorën jo se jam unë i djathtë. Vlorën Rama nuk e do, se ka dashur në njëre nuk e do. Ne kemi nipse në skel, e njohim shumë mirë se ku është nip. Gjysha ti më thoshte mua të në kanseri për 2 kumbla rënjate, në 81, 11 vjeç. Aq të poshtër janë, edhe nuk e duan Vlorën. Këtë ta them e bidet plot, sepse e njohim shumë mirë, kur nuk e di si do vejallë i Vlorës. Vlora është për çavure. 7 ditë në një Vlora pa ujë, u qel monumenti Ismail Bey Vlorës. Shikoje gra dhe burra skandaloze, vini të uajt, shikoni çfarë po ndodh në Vlorë, çfarë po ndodh. E kupton, po kjo kadastër është skandaloze. Dhe ikin në domethënë çdo 5 muaj, dhe ikin drejtora 3 muaj, 6 muaj. Kjo është nuk e di, është. Si mendoni se mund të jetë institucioni i radhës që nga Vlora mund të spostohet? Sipas jush. Besoj që mund të jetë gjykata e rrethit, prokuroria, që mund të ikin në Vlora, të heqin dhe këto në Vlora, mund të heqin dhe ujësjellsin, rrezikle ujësjellsin. Edhe pjesë e elektrikut, ta qenë sa ti ka qenë elektriku. Nuk e di, vazhdon drejtoria, më duket apo se di. Po që edhe këto mund të heqin. Dhe ta dalin Vlorën fare. Por e ka mundësi të heqin bashki Vlorës. Mos ketë as bashki. Dhe spitalin do ta qenë në te Turku atje. Të vende gjithë vlonjatët vende Turku të vizitojnë. Ta po e bëj çfarrosin Vlorën ore. Troç muhabeti, Edi Rama nuk e do Vlorën. Le çfarë thon ata. Tallet Gjekluri, tallet ai Çuçi, tallet ky një bëngu që se një fare as pse ajo më Vlora. E kupton? Ta janë në Vlorë. Është skandaloze. Pra ju nuk jeni dakord? Në asnjë mënyrë. Ku do ta bëj dokumentat e shtëpisë? Nuk kam 80 vjet, mos kam dokumenta shtëpie sot akoma. Kam 80 vjet, nuk kam dokumenta shtëpie. Ishte PD-ja ime, si bëra dot. Si bëra sepse nuk e di, duhet ligjet, më sipas ligjit. E kupton? Sepse bashkia nuk i jepte atëre lejet. Këto që ato nartat që duhet të ishin për rajonin në Mordim për shembull, kur ishte shtim gjika, nuk i nxirrte lejet ato nartat.
Dikush jetoni im i ka bërë. Ai majt unë i djath. Në kohën time të PD-s. Bëni majti domethënë s'bëj unë i djathi. Ja kjo është këtu. Po kjo është skandaloze. Për mua kadastra është turpi i madh që duhet të ikin nga Vlora. E kupton? Faleminderit. Jeni dakord që kadastra e Vlorës të spostohet në Tiranë? Unë si qytetari i Vlorës nuk kam se të jem dakord, sepse kjo ka qenë historikisht dhe ky është institucion që shërben gjithë qytetarëve. Se s'mundet të gjithë, edhe me rregullat e re, sistemet e reja, me online, për shkakun nuk janë gjitha kategoritë e njerëzve që tu shërbehet. Megjithatë, këto janë diçka që nuk shërben qytetarisë zonjate. Si shumë me dhe drejtori që kanë pas ankesa, dhe nuk e marrë se tu gjërat edhe politizohen, por nuk e marrë politikisht, por e marrë nga ana sociale që tu ka gojë moshash, kategori moshash në kuptimin letrar, që duhet të shërben. Megjithatë, për mua nuk duhet të lëviz nga Vlora. Një arsye pse nuk duhet të lëvizim. Bëhet fjalë për pjesën që shumë persona të moshës tonë nuk arrin ta menaxhojnë të themi rrjetet sociale dhe nuk arrin të kuptojnë se si duhet të veprojnë dhe mbi të gjitha fakti është sepse edhe qoftë për një letër duhet të shkojnë drejt Tiranës. Jo, është mëse normale. Bëhet kjo një kosto më e lartë për qytetarët e Vlorës? Kosto po, bile ma more nga goja të fjalë. Normale kosto. Ne komi s'na del buka. Jetë mendojmë tani të harxojmë edhe për të shkuar në Tiranë. Se vetëm transporti don më shumë edhe. Transporti, koha, dita e punës, që Me nuk u fjalë, paguan njeri, me fjalë shumë fjalë, kjo nuk duhet të largohet kadastra nga Vlora. ju vetë, kur keni pas nevojë që për ndihmë nga kadastra e Vlorës ose për një informacion, a u kanë dhënë këtë informacion dhe këtë ndihmë? Këto janë gjëra rutinë, dhe ato duke nga ankesat po shikojnë media, këto janë pasqyrore në gjithë vitin. Unë shikojnë edhe ato, ndoshta kjo nuk do ma personale e vërteta. Nuk mendoj sepse unë zgjidhem apo unë dikush, se tani e dim se si funksionojnë gjëra në Shqipëri, jetojnë me krise, jetojnë pa meritokraci, jetojnë me të me fjalë do të thotë që nuk matet te individ, tu matet qëllimi, duhet jetë, s'duhet jetë në Vlorë. Kaq shkurt e shqip. Të falenderoj. Jo, mos ta mbyllin fare se populli s'ka fuqi të vejt bredi Tiranës. Janë shpenzime, janë gjitha. Kur e ka Vlora, pse do ta heqin? E heqin për arsye sepse thonë që nuk arrin ta menaxhojnë si duhet në qytetin e Vlorës dhe Tiranës. Jo, janë të zgjuar lonjatët, e bëjnë, po ka njerëz që ndërhyjnë që bëjnë keq. Kuptoj. Nëse bëhet fjalë për një aplikim online, ju jeni ta Nuk e bëj dot, o biri, në 70 vjeç që unë se bëj dot, s'di. Ku t'i gjynë fëmijët, i kemi në emigrim gjithë, të vinë të merren me ato. Por nëse duhet të shkoni në Tiranë, a keni mundësinë të shkoni në Tiranë? Jo, nuk vete do. Jo, nuk vete, janë shpenzime ato. Do brevesh Tiranës, si gjojnë kadastrat e zyra, shumë gabime kanë që da heqin. Pra ju mendoni që nëse nuk e keni gjetur gjuhën në thonjza në Vlorë, nuk e gjeni dot as në Tiranë? Kurse gjem këtu në qytetin tënë, nga do vesh në Tiranë. Gjithsesi, jeni dakord për spostimin e kadastrit? Jo, fare s'jam dakord. Jo, s'jam dakord, unë për edhe tim e s'jam. S'kemi takat të vemi të mbredhim në për Tirana, fëmijët janë emigrim, s'kan nge të meren me këto tonat. Pra, nuk jeni dakord për spostimin? Jo. Për disa arsye? Jo, po jo, i the arsyet në noqad, jetër do i them. Dakord, të falenderoj. Edhe ju, qofshi mirë o vëft nda. Të cilën po e heqin nga qyteti i Vlorës dhe po e drejtojnë në Tiranë? Nuk di çfarë. Data 1 është afati i fundit. Ju jeni dakord që kadastra e Vlorës të ikin në Tiranë dhe të bëhet çdo gjë online? Bare, unë për vetën time si jam dakord. Si mendoni, ju është mirë Po apo? zgjidhja është këtu, po të bëhet online do ketë probleme. Do ketë probleme. Po. Jena këto probleme kush është mungesë energjisë apo Po mos energjia dhe apo mosdia e po dhe mosdia personale. Ju vetë personalisht, nëse ju duhet të kryeni një kërkesë, Po, a dini si funksionon dhe fare. nuk e keni? Se kam. Jam lidhur me këto. Preferoni që kadastra të Jetë në vend. E kuptoj. Faleminderit. Mirupafshim. Jo, që jam për intervista më, jo. Kadastrin e Është Vlorës mbyllur po 2 e- vjetër, ka 2 vjetë që Pse është ka mbyllur. 2 vjet që është mbyllur? Ha? Çka ka ndodhur që ka 2 vjet? Po i vodhën lekët në Stradinit. Kujt i vodhën lekët? Në Stradinit.